Kjo video të ka gjetur sepse trupi yt ka nevojë për shërim. Por për ta aktivizuar shërimin, së pari duhet të riprogramojmë mendjen tënde për shëndet dhe mirëqenie të plotë. Nëse je gati, qëndro me mua deri në fund dhe për ta aktivizuar këtë shërim, komento poshtë: jam gati të shërohem në emër të Allahut. Shëndeti i plot është e drejta ime hyjnore. Lejo Allahun të deportojë në çdo qelisë të trupit tënd dhe ndjej fuqinë e tij shëruese duke rrjedhur në trup dhe shpirt. Selam aleikum dhe mirë se erdhe në këtë meditim hyjnor shërues me afirmime, vizualizim dhe aktivizim për reprogramimin e mendjes për shëndet të përsosur dhe për të ndihmuar të jesh në përputhje me mirëqenien optimale. Lejoje veten të krijosh realitetin tënd me ndihmën e Allahut dhe me vullnetin e tij. Është koha të zgjedhësh me vetdije jetën që dëshiron dhe të përputhesh me shëndetin që Allahu ta ka dhënë si dhuratë, si amanet. Gjithçka fillon nga ajo që mendon. Mendimet tona me lejen e Zotit krijojnë realitetin tonë. Nëse dëshiron të ndryshosh jetën, fillo duke ndryshuar mendimet e tua të brendshme, ndërgjegjen, duke i mbushur ato me lutje, me dhikr, përmendjen e Allahut dhe me afirmime pozitive të bekuara. Këto fjalë mund të përdoren për të programuar mendjen tënde në një mënyrë që të sjellë dobi, shërim dhe dritë. Kur e liron nevojën për të kontrolluar se si do të ndodhin ndryshimet, ti dorëzohesh tek Allahu dhe hapesh për të pranuar shërimin, bekimet dhe gjërat e reja që ka për ty. Beso tek Zoti dhe lëshoje veten. Lëri mendimet e reja të lindin natyrshëm në zemrën tënde. Ndërsa ndryshon mendimet, ti po largohesh nga e vjetra, nga kufizimet, nga mënyrat e vjetra të qenit dhe nga e kaluara me ndihmën e Allahut dhe ti po hyn në një realitet të ri. Të kesh një trup të shëndetshëm është e drejta jote që nga lindja dhe e drejta jote hyjnore. Është gjendja jote natyrale, ashtu siç të ka krijuar i Madhi Zot. Për të shijuar plotësisht jetën, shëndeti yt ka rëndësi. Shëndeti yt është begati nga Allahu. Vendose këtë vërtet të thellë në mendjen tënde tani, se ka miliona raste shërimi të menjëhershëm në botë. Shumë njerëz janë shëruar sepse kanë besuar me gjithë zemër se Allahu i ka shëruar. Ata jetuan me atë besim, ishin mirënjohës ndaj Zotit të tyre dhe ndryshuan gjendjen e tyre shpirtërore me ndihmën e tij. Besimi yt me lejen e Allahut mund të të shërojë. Mendja jote ka fuqinë të ndikojë në trupin tënd. Pra lejoje veten të lidhet me këto afirmime dhe me këtë energji të shërimit që Allahu El Shafi ka vendosur brenda teje. Le të aktivizohet shëndeti në qenien tënde dhe të deportojë në mendjen tënde të nënvetëdijshme. Tani, për shërimin e plotë të trupit tënd, lidhu me frymarrjen tënde. Merr frymë thellë, mbaje për disa sekonda dhe nxirre ngadalë jashtë. Vazhdo kështu edhe 2 herë duke u lidhur me frymën që Zoti ta ka dhuruar si shenjë jete. Merr frymë thellë, mbaje për disa sekonda dhe nxirre ngadalë jashtë. Edhe një herë, merr frymë thellë, mbaje për disa sekonda dhe nxirre ngadalë jashtë. Shumë bukur. Ndërsa mendja dhe mendimet e tua zbuten, lejoje veten të hysh në një frekuencë qetësie dhe relaksimi. Tani lidhe vetdijen tënde me dritën e Allahut. Imagjinoje këtë dritë hyjnore duke rrjedhur në qenien tënde, në çdo qelisë të trupit tënd. Imagjino që kjo dritë e Zotit shpërndan çdo errësirë, çdo bllokim, çdo stagnim, çdo frikë. Lejoje të rrjedh poshtë përmes trupit tënd, të dalë nga këmbët e tua dhe të ankorohet në thellësinë e tokës që Allahu ka krijuar, duke të tokëzuar dhe të stabilizuar. Ti tani je lidhur me një shtyllë force që vjen nga Perëndia. Drita ngjitet përsëri lart në trupin tënd
dhe në zemrën tënde, dhe ajo zgjerohet në aurën tënde, duke mbyllur çdo çarje, çdo hapësirë të dobët, duke aktivizuar trupin tënd të dritës dhe duke vendosur një fushë mbrojtëse rreth teje me lejen e Allahut. Kjo dritë zgjerohet më tej, mbush dhomën tënde, pastron hapësirën, ndërtesën, shtëpinë, rrugën, qytetin, shtetin dhe pastaj përhapet rreth gjithë planetit. Kjo dritë sjell paqe, qetësi dhe fuqi. Ndjeje se të gjithë problemet e tua janë tash shumë të vogla krahasuar me dritën e Allahut që mban brenda teje. Tani lejoje veten të lidhesh me këto afirmime hyjnore dhe fuqizuese. Përsërit pas meje. Me lejen e Allahut, çdo qelizë e trupit tim është në shëndet të përsosur. Zoti po më shëron në çdo moment. Trupi im është krijuar nga Allahu me urtësi dhe di si të rikthehet në ekuilibër. Unë i besoj plotësisht Allahut dhe procesit të shërimit tim. Jam e mbrojtur, e udhëhequr dhe e bekuar nga i madhi Zot. Shëndeti, paqja dhe forca rrjedhin në mua çdo ditë. Unë e dua veten time plotësisht, ashtu siç më ka krijuar Allahu. Unë jam e dashur nga Zoti. Unë jam dashuri, sepse Allahu ka fryrë në mua nga drita dhe fryma e Tij. Trupi im është plotësisht i shëndetshëm tani me vullnetin e Allahut. E shoh veten duke jetuar jetën me një trup të shëndetshëm dhe rrezatues me bekimin e Allahut. Ndjehem energjetike e gjallë dhe e mbushur me jetë. E dua mënyrën se si ndihem tani. E vizualizoj trupin tim në shëndet dhe ekuilibër të përsosur, siç e ka caktuar Allahu për mua. Lidhja ime me Allahun është e fortë dhe drita e Tij më shëron. Toka që Ai ka krijuar më rigjallon, më bekon, më tokëson, më ushqen dhe më rikthen çdo çast. Unë jam në ekuilibër. Jeta ime është në ekuilibër me vullnetin e Allahut. Unë jam një qenje e mrekullueshme, e shëndetshme dhe rrezatuese. Jam krijimi më i bukur i Allahut. E dua çdo qelizë në trupin tim, sepse Allahu i ka krijuar me urtësi. ADN-ja ime me lejen e Allahut po ndërton një trup të ri, vital dhe të mbushur me dritë dhe energji. Unë ha ushqim natyral që mbështet trupin tim si amanet nga Zoti.
Unë po marrë shërim hynor nga Allahu. Unë marrë frymë thellë dhe mbush mushkrit me oksigjen dhe me nurin e Allahut. Çdo frymë që marrë më shëron dhe më rikthen shëndetin në trup me lejen e Zotit. Mendja ime është gjithmonë e harmonizuar dhe mendimet të shëndetshme dhe pozitive të pastra rrjedhin në mua. Unë mendoj për atë që është e drejtë dhe që po funksionon në jetën time, fal Allahut. Unë fokusohem në pozitivitet, në dashuri dhe në mëshirën e Zotit. Jetoj një jetë të balancuar dhe të shëndetshme. Unë jam fit dhe e shëndetshme dhe kujdesem për veten time si një amanet nga Allah. Frekuenca ime është e harmonizuar plotësisht me shëndetin optimal, me lejen e Zotit. Çdo ditë bëhem më e shëndetshme, më vitale, më e re dhe më e fortë me ndihmën e Allahut. Zemra ime punon në mënyrë të përsosur me vullnetin e Allahut. Dashuria e shpirtit tim rrjedh në mënyrë të përsosur nga zemra ime në përgjakun tim dhe në gjithë trupin tim. Nervi vagus në trupin tim funksion në mënyrë të përsosur dhe balancon gjithë trupin tim me urtësinë e krijimit të Allahut. Gjendja ime emocionale është e qetë dhe sigurt në caktimin e Allahut. Gjaku im dhe çdo organ funksionojnë në mënyrë të përsosur dhe janë plotësisht të shëndetshëm me lejen e Allahut. Jam e mbushur me dashuri dhe dritë. Tërheq energjinë e pakufizuar që Allahu ka vendosur në univers. Ndjehem shumë e plotësuar dhe kam të gjithë energjinë dhe gjërat që më nevojiten, fal Allahut. Unë jam e shëndetshme. Unë jam e fortë. Trupi im është në shëndet të përsosur tani me vullnetin e Allahut. E dua trupin tim. Trupi im është shtëpia ime, një amanet nga Zoti. E dua energjinë pozitive në mjedisin tim që Allahu më ka dhënë. E dua trupin tim dhe gjithçka në të plotësisht. E dua shpirtin tim që Zoti më ka besuar. E dua shtëpinë time. E dua jetën time. I jap trupit tim gjithçka që i nevojitet për të qenë e shëndetshme dhe për të lullëzuar me udhëzimin e Allahut. E shoh veten të plotë dhe të kompletuar duke mos pasur nevojë për asgjë tjetër për të më plotësuar, sepse Allahu më mjafton. Jam mirënjohëse për trupin, mendjen dhe shpirtin tim të shëndetshëm. Trupi im është një tempull hyjnor që mbështet shëndetin tim gjithmonë me mbrojtjen e Allahut.
Gjelizat e trupit tim janë inteligjente dhe dinë saktësisht çfarë të bëjnë për të krijuar shëndet të plotë me urtësinë e Allahut. Jam shumë mirënjohëse që jam gjallë. Elhamdulillah. Sot unë zgjedh lumturinë, dashurinë, bollokun dhe shëndetin vital me lejen e Allahut. Unë shijoj të qenit e shëndetshme, e lumtur dhe e plot me lejen e Allahut. Jam shumë mirënjohëse për shërimin hyjnor që po ndodh në trupin tim tani. Sistemi im imunitar është shumë i fortë dhe i qëndrueshëm me mbrojtjen e Allahut. Unë jam shumë mirënjohëse ndaj Allahut për shëndetin tim të mrekullueshëm. Unë marr kohë për veten time sot dhe çdo ditë me vetdia dhe mirënjohje ndaj Allahut. Unë jam e dashur dhe e vlerësoj trupin tim. Unë rrezatoj shëndet optimal me dritën e Allahut. E shoh veten të shëndetshme sa herë që marr fry. Unë jam e dejmë për shëndet të mirë, sepse Allahu është shëruesi dhe mëshiruesi. Unë jam e plot, e tërësishme dhe e kompletuar. Jam mirënjohëse ndaj Allahut për shëndetin tim të përsosur. Jam mirënjohëse për trupin tim dhe bollokun në jetën time. Faleminderit Zoti im për dashurinë. Faleminderit Zoti im për gëzimin. Faleminderit Zoti im për mirëqenien dhe lumturinë. Elhamdulillah. Ja Rabbi, Alemin. Faleminderit o Zoti i gjithësisë, o Zoti i madhështisë dhe nderit. Faleminderit për shëndetin optimal dhe të përsosur. Amin. Ti mund të kesh shëndet të plot nëse beson në fuqinë e Allahut dhe mendon pozitivisht për jetën tënde. Kujto gjithmonë se Allahu është ashtu si që robi ti mendon për të. Nëse ti mendon mirë për Zotin, nëse beson në mëshirën dhe fuqinë e tij, ai të hap derën e shërimit dhe të begatisë. Beson në zemër se ai është El Shafi shëruesi, ai është El Vakil mbrojtësi dhe mbështetësi yt, dhe ai është En Nur, drita. Vetëm Allahu mund të jap shërim, dritë dhe mbrojtje, dhe me lejen e tij çdo gjë është e mundur. Nëse ky meditim ishte i dobishëm për ty, komento poshtë shëndeti i plot është e drejta ime hyjnore. Le të jetë kjo deklaratë një forcim i besimit tënd dhe një ftesë për më shumë dritë, shëndet dhe harmoni në jetën tënde. Më trego se si të pëlqeu ky meditim dhe mos hezito të ndash me të tjerët që kanë nevojë për shërim. Të uroj një ditë apo natë mrekullueshme me plot qartësi, shëndet dhe rrjedhë hyjnore deri herën tjetër. Paqja dhe mëshira Allahut qoftë mbi ty. Assalamu alaikum.